Çfarë pretendon Lëvizja e Popullit në këto zgjedhje lokale? Do të ketë ndonjë kandidat të tyre për ndonjë komunë të caktuar, ndonjë kryetar këshilli apo bartës liste? Realisht, Lëvizja e Popullit është subjekti i fundit politik i regjistruar, është më i riu, dikom disa muaj para fushatës zgjedhore parlamentare ishte themelimi, dhe po megjithatë puna dhe aktiviteti me strukturat ka pasur një sukses të mjaftueshëm të mirë, vjen nga komuna Çajirit, ku konsideroj që është një ndër bastionet, pasi që të jetën kam funksionuar edhe atje, por komuna Çajirit është një komunë e madhe dhe duhet përgjegjësi e përbashkët më e madhe. Në anën tjetër, në nivel të komunës Studeniçanit, e kam thënë edhe më herët, jemi ndër faktorët kyç të vendimarrjes si Lëvizje Populli, por gjithmonë do e vendojmë në pjesë të parë atë që e thash në fillim. Çështjet madhore kombëtare duhet lëvizën një shkallë më lart dhe nuk do bëmi pengesë edhe asnjë ndryshimi apo dëmtimi i konceptit të frontit evropian. Andaj besoj që në ditët në vijim me një atmosferë shumë të relaksuar, të vendosur në një ambient shumë të kapshëm, do vendoset edhe kjo.